Çka shku ky 24 orësh ju I fundit sa I përket? 24 orësh jon mas ndeshjes nuk ka qenë momente të mira, sepse vërtet ne jemi të bindur dhe nuk jemi euforik në këtë rast as kemi qenë, por e kemi ditë që është një ndeshje e vështirë. Ne dhamat sa mundëm, djemë të dhanë 100% me nojën dhe më shumë I lumtur dhe shumë I kënaqur me punën e tyre të kanë bërë, bashkërisht me trajnerin e të gjithë, me taktik, me të gjitha ka qenë. I falenderoj gjithë popullin që kanë ardhur gjithka, prej çdo troje të tona, prej çdo vendi që na kanë përkrahë dhe sigurisht dardan tonë, të cilët kanë qenë pjesë e rëndësishme ose mund me thonë lirisht energjia shtesë e kombëtarës tonë, por kaq ishte ëndra jonë dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë. Nuk ka edhe fati me neve mbrëm. Na do të vazhdojmë, përgatitemi më njëherë që nga sot për pjesën tjetër të lojës që e kemi, që do të thotë kemi Evropianin tashmë I cili po na vjen. Sigurisht që pritshmëritë kanë qenë shumë të mëdha, por duhet në realitet, realist me qenë, duhet mi njoft veten dhe mi ditë kush je dhe që sa kohë na kemi arrit, kemi fillu këtë veprimtari ose pavarësisht që na kemi historinë e futbollit, por nuk na njihet neve historia e futbollit, po flasim për kohën prej 2016 kur ne jemi pranu. Dhe sigurisht për kaq vite nuk është e rastishme që edhe jemi quajtur nga FIFA vetë histori e suksesit dhe nga UEFA për faktin që ku kemi qenë, kemi arrit mirë. Po na ka dhimbë shumë sepse kemi ardhur deri aty dhe na ka mungu vetëm pak një gjysmë hapi për me shku. Më shumë e kam për ekipin, më shumë e kam për popullatën dhe për rastin që e kemi pas të jemi në Amerikë do të kishte qenë edhe një mesazh jashtëzakonisht I mirë edhe për shtetin, jo vetëm për futbollin. Si duat me lojtarët, cili ishte mesazhi juaj? Mesazhi im për ta që të vazhdojmë sepse vërtet janë krenaria e këtij populli, gjë që po dëshmohet sepse sot e morëm medaljen presidenciale shtetënore, e cila nuk është medalja e kupës të botës, por është medalja të cilën e kemi fituar zemrat e popullit. Kjo është e vlefshme për ne, jashtëzakonisht shumë. E vlerësojmë këtë medalje për fakt se kjo vjen në emër të shtetit, në emër të gjithë popullit dhe sigurisht që kjo është shtytje edhe është një satisfaksion për neve që të vazhdojmë prapë. Besoj që shumë shpejt ose në kompeticion të ardhshme duke pas parasysh talente dhe duke pas parasysh përkushtimin e këtyre djemve, sigurisht që do të kemi rezultat dhe nuk po premtoj, po shumë shpresoj dhe besoj nëse jemi kështu kompakt dhe jemi me këtë ekip, do të jemi në Evropianin e ardhshëm 2028. Sa I përket përkrahjes politike, përpos nga presidenti, a keni pas përkrahje nga pjesa tjetër? Tani na jemi sport dhe I respektojmë institucionet. Kushdo që vjen me votën e popullit ne respektojmë. E kemi protokollin UEFA-s dhe shtetënor të përbashkët, të cilët e bojmë sigurisht që përkrahja e shtetit tonë ka qenë aq sa ka pas mundësi. Nuk po du me thonë atë sa ka pas dëshirë, po du me thonë atë sa ka pas mundësi, sepse ne I dim të gjithë problemet politike të cilat kanë qenë në shtetënorit deri tash, por ne aty ku kanë pas mundësi, ku është e mundshme është të bo, vetëm në sen që ne na duhet me çdo kusht edhe me një shpejtësi që thonë të dritës së synit është një stadion nacional apo një stadion që do ta quajmë, I cili plotson paktën kushtet sepse jemi shumë të ngushtuar nga popullata jonë, nga tifozët tonë që nuk po mundemi I bë vend në stadionin Fadil Vokri. Besoni, janë konë më shumë se 300.000, rreth 400.000 kërkesa në platformë për një bilet. E ai ka vetëm kur e kim parasysh që I heqim disa bileta që janë për evakuim, disa që ju takon kundërshtarit, ne jesim diku më pak se 10.000 bileta për shitje. Sa I përket trajnerit Francesco Foda, do të vazhdojë dhe më tutje me të? E tha edhe vetë ai, sigurisht që Foda do të vazhdojë për faktin që ne kemi një projekt. Nuk është, ne nuk e kemi futbollin vetëm si lojë, ndoshta dikush e mendon si lojë, po ne kemi projekt, sepse në atë futboll besoni që ka gjithçka, ka shkencë, ka matematikë, ka gjithçka. Do të thonë, nëse e shohim futbollin tamam qysh
që është i krijuar. Frankofoda është pjesë e këtij projekti që nga fillimi bashkarisht dhe sigurisht që po e vazhdojmë projektin, ju e dini që ka pasur edhe oferta më herët dhe nuk ka shkuar dhe ka deklaruar edhe sot përveç kësaj që e ka një projekt do të rinë në Kosovë, do të vazhdojnë në Kosovë sepse më pëlqen vendi, më pëlqejnë njerëzit. Faleminderit edhe juve. Na keni bërë krenar edhe pse Faleminderit shumë.